Shkurta dhe Alba kanë tërhequr vëmendjen e shikuesve me një skenar që kishin në kokë. Shkurta ka sugjeruar që tek dera ta lyen sipërfaqen për të rrëshqitur banorët, por Alba ka refuzuar menjëherë këtë ide. Pasi Shkurta insiston duke propozuar që ta bëjmë me shampo, dëgjohet Alba teksa i thot qartë jo se gjuna. Edhe kur Shkurta përpiqet të bindë banor duke thënë se nuk është diçka e madhe, Alba qëndron e vendosur, jo se mund të vritet donjëri ku tu bëjnë drama. Ky moment tregon dhe derisa disa banor kërkojnë argëtimin dhe lojra spontane, të tjerë preferojnë të jenë më të kujdesshëm, duke shmangur situata që mund të shkaktojnë aksidente apo tension në shtëpi. Sa kaq një nga debatet më të nxehtë është ai midis Shkurtës dhe Benitës. Gjatë përplasjes, Shkurta i drejtohet Benitës me fjalët: "Oj Benit, oj Benit, oj çmontuar, oj femër e gomës, o çmontim." Benita nuk qëndron pa përgjigje teksa i thot: "Ti je duke i ofenduar shumicën e këtyre femrave brenda." Por Shkurta nuk u ndal. Kush e ka mizën ndër kapele, s'kan çka të bëj unë. Ky moment ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe ka nxitur diskutime të shumta në rrjetet sociale.